Me sa duket, studioja ime e xhirimeve do jetë kjo pamja këtu, derisa të përfundoj ky sezon. Si jeni? Ja ku erdhëm sërish për të treguar një histori se si shoqëritë disa vjeçare mund të përfundojnë në njerëz komplet të huaj. Që do të thotë, sot, pas 10 vitesh, nuk njihemi më, nuk flasim më, dhe jemi komplet të huaj. Kisha një shoqe, një mikesh, që ishte pjesë e familjes time. Ishim rritur bashk, artistikisht, në të gjitha etapat e mia në Tiranë ishim rritur bashk, jetonim bashk. Çdo gjë ishte funksiononte si një familje. Ziheshim si një familje, kishim debate si një familje, keq kuptime si një familje që në fund të ditës zgjidheshin edhe harroheshin aty. Mirë po, vitet e fundit nuk jetonte më në Tiranë, por përsëri flisim në telefon, flisim në kamerë. Ishte për mua, të paktën në anën time, ishte sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Sa herë që shkoja në qytet aty ku jetonte, për mua ishte si një shtëpi e dytë. Verës që shkova sërish në Sarand, mendoja se çdo gjë ishte okay, edhe pas një bisede, mendoja se okay, do zgjasë 2 ditë, që nuk ishte asnjë gjë, asnjë debat, asnjë keq kuptim, as mesazhet kanë qenë komplet të natyrshme, as ofendime, as sharje, as gjë. Dhe kanë kaluar një vit dhe nuk flasim më. Nuk kemi më as një kontakt, nuk kemi më as edhe një lloj ndjesie për njëri tjetrin. Unë të paktën nga ana ime kam bërë 2 herë, 3 herë përpjekje për të folë, për të takuar, për të sqaruar, por pala tjetër ka vendosur që mos të ketë më asnjë kontakt me mua. Nuk dua të futem shumë në detaje, sepse shumica e njerëzve të mi dhe njerëzve të saj e kuptojnë shumë mirë kush është dhe e dinë shumë mirë situatën, edhe nuk dua që të njerëzit ta kuptojnë kush është. Por dua të them një gjë, që nga i gjithë kjo kuptova që mezi e priste largimin ton. Nga sjellja që bëri, më bëri të kuptoj që mezi e priste që mos të kishim asnjë kontakt, sepse nuk ka një logjik të qartë, nuk ka një logjik që ta kuptosh e të thuash, okay, ka të drejtë që s'më flet, sepse s'ka logjik. Edhe nejse, pasi u mundova shumë herë të kontaktoj me të flasim, e të sqarohemi, nuk pranoj, e mbylla, edhe rash në një konkluzion që pas 10 vitesh, dola në një konkluzion që pas 10 vitesh, familja, miqt që i ke familje, mund të kthehen në të huaj. Zgjedhin të kthehen në të huaj, zgjedhin të largojnë sikur ke qenë thjesht një i huaj. Dua të them që vërtet unë akoma dhe sot, sikur të kthehet edhe të më thot Reinaldo, dua të flasim edhe ta sqarojmë si gjë, pa çka se jam shumë i zgënjur dhe shumë i ftohur. Do ta bëja një përpjekje për hatër të gjithë viteve, të gjitha gjërave që kemi kaluar bashkë. Do ta bëja. Por tani që nuk flasim, kemi një vit e pak, kam kuptuar që njerëzit që zgjedhin të ikin, është mirë t'i lëm të ikin, sepse ndjejmë një liri, ndjejmë një transformim brenda vetes që nuk e di nga vjen. Ndoshta ishte nevojshme që mos të ishim më afër njëri tjetrit, jo se më pengonte apo e pengoja në arritjet e mia, po thjesht kur dikush, një njeri që mezi pret të largohet nga jeta jote, vendos të largohet, ti ndjen një lirshmëri brenda vetes. Edhe unë kësaj ndjesie nuk i trembem kurrë, sepse kur diçka ndihet këtu brenda, nuk ndihet kot. Kështu që pas 10 vitesh miqt mund të kthehen në armiq, në thonjza, mund të kthehen në të huaj, mund të kthehen që nesër ta shohësh në rrugë dhe nuk do flisni më, por nga kjo njeriu nxjerr shumë mësime. Jeta vazhdon, ti lulëzon, siç janë këto lulëzimet nga pas jeshile e bukur kështu. Edhe njerëzit që kanë vendosur të largohen nga jeta jote, do të ndjekin virtualisht, do ndjekin historitë virtualisht, edhe do shohin që kanë humbur miqësinë e vërtet. Unë shpresoj shumë që të jetë mirë, shpresoj shumë të gjej një mik në jetë siç kishte Reinaldon, dhe shpresoj shumë të jetë mirë, të jetë e plotësuar, të bëj atë jetën që ka nduruar gjithmonë, edhe i uroj gjithë të mirat. Kështu që keni miq, keni mikesha,
mos u jep në 100% tuaj, se edhe pas 10 vitesh, edhe pas 15 vitesh, kur njerëzit nuk janë të pjekur emocionalisht ose e kanë vendosur që s'duan të kenë më gjë me ju, largohen edhe të hedhin sikur t'jesh një huaj. Lëja jetës, lëja karmës, lëja kujdo t'ja lësh, thjesht vazhdo jetë. Jeta është e gjatë, po aq sa është e shkurtër, nuk është mirë të mbajmë gjëra brenda vetes, është mirë të shprehim, është mirë të falim, është mirë mos të mbajmë inate, edhe është mirë të kujtojmë gjërat e bukura për mirë. Kaq kisha unë, shpresoj shumë që të gjeni një mik të vërtet në jetë, edhe të dini ta mbani. Se miku i vërtet sot të bëhet edhe më shumë se familja. Miku i vërtet. Ciao dhe miru dëgjofshim në historinë e radhës.